Atëherë zoti Ali Beaj para 2 ditë më parë, pra ditën e shtunë, u mbajt referendumi në Partinë Demokratike, në të cilën rezultoi që zoti Berisha, ashtu siç pritej, u rikonfirmua. Por do doja që të bëja pak një analizë në fillim. Ky proces po themi që parakushtet e këtij procesi ishin një sër procesësh të tjera. U duk sikur zoti Berisha hoqi nga rruga e tij ato pengesa të cilat mund t'i pengoni rrugën e tij, po themi, drejt rikonfirmimit, siç ishin disa përjashtime në Korçë, në Durrës, edhe në disa djeg të tjera. Pra ishte një proces kompleks, i cili kishte disa muaj që kishte nisur për të përgatitur rrugën drejt referendumit. Ditën e shtunë është rikonfirmuar me 96% të votave, të antarëve. Ju si e shikoni të gjithin këtë proces, nga fillimi deri në rikonfirmim? Spari nuk e shoh kaq të komplikuar sa e përshkruat juve. E quajtë referendum, mori masa. Po ju referoj termave teknik, zyrtar të Partisë Demokratike. Dakor, se nuk e kam me ju, domethënë, po. Ishte një ngjarje jo e komplikuar, e parashikuar, dhe si një rrjedhoj logjike e qasjes dhe veprimit, jo vetëm të Sali Berishës, por në fakt të atij grupi që ka mbetur në emrin Partia Demokratike prej kohësh. Dhe nuk ishte asnjë çudi për mua. Këtu e 5 vite më parë, Sali Berisha atëherë kur u distingjua si non grata dhe u pezullua nga ish kryetari, zbuluar si antar i grupit nga ish kryetari, në daljen e parë publike në atij momenti e ka bërë të cili është qëndrimi që ai do të mante pas atij momenti e këndej. Zakonisht këto qëndrimet që mbahen në mënyrë të freskët, apo njeriu merr vendimet e veta, janë të sinqerta. Pastaj aktet, retorika e mëpasme, pastaj shpeshherë është edhe gënjeshtër. Çfarë ka thënë ato? Një parti e cila nuk meriton të ekzistojë, besoj e kuptoni, duhet të qenë data 11 ose 12 shtator 2021. Në fakt, ajo se çfarë ka ndodhur nga 2021 shi e këndej me një shkatrim të identitetit të Partisë Demokratike, me përçarje, me sulme, me largimin nga identiteti politik, i njëjtësie politike që është ndjenimi i pushtetit, apo jo, dhe shndrrimi në një mburoj personale ndaj drejtësisë, por edhe për ta kaparuar interesa ekonomiko-financiare të entourazhit vet, ishte procesi i cili në një farë mënyre e plotsoi parashikimin e Sali Berishës. Partia Demokratike nuk do të ishte më ajo partia që gjithë të tjerët prej 10 e kusur vitesh, për të gjithë të tjerët dhe shqiptarët e kishin imagjinuar një parti antisistem, partia e parë e pluralizmit politik, partia moderne, partia e orientuar drejt perëndimit, Brukselit dhe Washingtonit, partia që do të ishte antitezë ndaj pjellës së Partisë Komuniste, Partia Socialiste e radhë, nuk ekziston më e thjesht. Dhe kjo konkluzion e paktojnë, e definojnë gjuha, retorika dhe aktet që kryen. Për sa i përket gjuhës, aty është fare thjesht të kuptohet që është një parti e cila flet vetëm me zërin e individit Sali Berishës. Sulm ndaj drejtësisë, sulm ndaj ndërkombëtarëve, sulm ndaj disidencës brenda partisë, sulm ndaj ish antarëve të dikurshëm të Partisë Demokratike, flirte me pushtetin.
E pra, kjo është retorika, ndërkohë për sa i përket akteve, ai që ndodhi 2 jarë, ku e qoni referendum as referendum nuk ishte. Për të qenë korrekt me fjalën, sepse në referendum ka gjithmonë edhe aty 2 palë. Njëra pro, njëra organizime, të cilat bëjnë fushat, shprehin ide, shprehin platforma. Ai nuk ishte referendum. Ai ishte një formalizëm banal i Sali Berishës, i cili nuk ishte synim për të përcaktuar nëse do zgjidhe apo jo, sepse kjo ishte përcaktuar prej kohësh. Ai ka qenë dhe ka konsideruar veten kryetar partie edhe kur nuk ishte, në kuptimin që mbas zgjedhjeve të 2025-s humbi, sipas statutit vet automatikisht nuk ishte kryetar partie, dhe gjatë gjithsej kohë është sjellë si kryetar partie, de facto. Ajo ishte një krim social për të testuar besnikrin e atyre njerëzve që e quajnë veten antarë të Partisë Demokratike. Pra për të parë sa të verbër do ishin, sa do t'i shërbenin, sa do t'a adhuronin. E kjo ndodhi. Ndërkohë, ishte edhe një test tjetër për të parë se kush ishin ata që do të rezistonin në një farë mënyrë në heshtje. Ata që do të thonin në mënyrë të heshtje, e sigur që do të izolohen, do të përjashtohen. Ndërkohë ata të cilët ngritën zërin, edhe këtu kanë fjalën për disa nga individët që aspiruan për kryetar partie, si zoti Saliani. Zoti Saliani, zonjë Zballiu, zonja Kori, pse jo? E të tjerë përjashtuan, dhe jo vetëm përjashtuan, por dhe konsulmohen, në ato më keq. Pra, ishte test i besnikrisë së verë dhe idolatrisë që një grup, një sekt do duhet ketë ndaj liderit të tyre. E qartë. Që ta quajmë, që ta mbyll. Unë kam dëgjuar shpesh që thonë se Sali Berisha se është njeri i vjetër, se ka mentalitet prej diktaturës, ku ka milituar dhe si aktivist i partisë punës në ato. Gjitha këto janë të vërteta. Por nuk do të lënë harre se pjesa tjetër e enturazhit aty ka një dozë të madhe fajësie po i quaj unë. Po, hajtë e që edhe fajësie në kuptimin që në 2026 të mund të nohet një praktik as demokratike, as pak transparente, e një nëntrim i verbër deri në poshtërim të identitetit. Kështu mund të përshkruaj dhe fundit, në sytë e shqiptarëve, kurse në sytë e shqiptarëve të shumicës dërmuese të shqiptarëve ata që votojnë, sigurisht, nuk përbën një organizim dhe ata që meriton të votohet, të meriton të mbështetet, të meriton të jepet mbështetje në procese zgjedhore. Thjesht dhe vetëm kanë, me aktin e fundit, kanë nënshkruar humbjen e radhës të thellë në partisë tyre, dhe pse jo kanë dhënë një kontribut të fortë në fakt të vazhdimit të regjimit të Iranit. Në fillim, kur po zhvilloi gara, po themi kur ishte ende procesi i dorëzimit të kandidaturave të atyre që do të ishin përballë zotit Berisha, përjashtimi më pas i kandidatëve, sidomos i zonjës Mereme, u argumentua me faktin që nuk donim që të beshim qesharak. Pra, ju mendoni që është më mirë që të ketë përballë cilindo kandidat dhe të ketë një garë, sado formale dhe i ditur të jetë sërish rezultati, apo më mirë situata ku është Partia Demokratike që kishin vetëm një kandidat dhe u konfirmua me 96% të votave, shifër që na kujton kohëra të tjera? Është pak paradoksale kur nëse kanë thënë këtë justifikim që ne përjashtuam zonjën Mereme, se s'duhet të bëshim qesharak. Pa përmendur emra, është artikuluar kështu, për të shmangur që të bëshim qesharak.
Dakor. Që duket sikur kanë edhe në një cip morale për të mos u bërë grotesk dhe qesharak në sytë e publikut. Në fakt, qesharak dhe grotesk në sytë e publikut nuk bërë nga fakti pse ngaroj zonja Mereme apo zonja dhe zotrinjt e tjerë. Në një garë ka të drejtë marrë pjesë kushdo. Mjafton të përcjellë kushtet të jetë antar i Partisë Demokratike të kontribuar siç edhe ka statuti i tyre, me thënë drejtën. Pa shpikur kritere për të përjashtuar, ato kritere që ka statuti. Nuk e bën kjo qesharake. Qesharake në fakt të hidhur e bën fakti që prej 5 vitesh pozicioni i Sali Berishës dhe i Partisë Demokratike është që të bëjë dhe marrëveshje në kurrizë të shqiptarëve dhe demokratëve me Edi Ramën. Bëri pazar për kodin zgjedhor, ka bërë pazar për sulmet kundër drejtësisë, e sulmojnë njësoj sistemin e ri të drejtësisë penale spakun dhe gjyqëror, e keni parë. Ky ka shpallur, Berisha ka shpallur që nëse vinden për shtet, do ta azësonte. Po, doja të shtoja pak diçka këtu, më falni për ndërprerjen, që është miratuar gjithashtu në kuvend, ndryshime në rregullore ku SPAK-u nuk do të raportojë në kuvend dhe kjo ishte një dakordësi të dyja palëve. Do dalë aty. Por është edhe më rëndë se sa kaq, sepse nuk është një ngjarje që ndodhi javës kaluar. Kjo është një histori që vazhdon së paku prej 4-5 vitesh. Të bjem dakord, është bërë publike tashme që në ka sot një rrezik për Ramën, pra për klasën e vjetër politike të korruptuar, ajo është vetëm drejtësia. Është drejtësia mbështetur nga europianë dhe amerikanë, korrekt deri në fund. Dhe këta e kanë ndjerë rrezikun. E kanë ndjerë Berisha, e kanë ndjerë Rama gjithmonë më tepër. Dhe çdo akt që këta e quajnë marrëveshje me njëri tjetrin, synon vetëm një gjë, si ta neutralizojnë SPAK. Edhe historia, që pasha pak më parë, marrëveshjes për kodin zgjedhor që bën 2024, apo që po gatuajnë tani, pikërisht të funksionon. Që nëpërmjet proceseve zgjedhore, sistemi elektoral, të mbeten në fush betejën parlamentare vetëm këta dy. Asnjë subjekt i ri, asnjë parti e re, asnjë zë ndryshe. E duke qenë të dy me role të ndara tashmë. Rama vazhdon në qeverisi, Berisha të vazhdojnë në opozitë ekskluzive. Synimi i vetëm i tyre është që të sulmojnë politikisht dhe institucionalisht SPAK-un. E fundit ishte ju e përmendët. Pra, do bashkuan votat, dhe mendoni bashkuan votat mbas 3-4 muajsh ku Berisha bënte protesta dhe i quante armikun e përbetuar të demokracisë dhe demokratëve Edi Ramën, që i helmoi me gaz lotskellës, që i fotin burg, që i vodi zgjedhjet. Rama nga ana tjetër, marri mend në shtator, as nuk e përfilte fare Berishën, në dukje me miratimin e rregullores që u rrëzua nga gjykata kushtetuese. Pra këta stisën nga gjithë kësaj kohe jashtë një konflikt. Por fytyra e vërtetë e tyre ishte pikërisht marrëveshja që do të forcuan një komision parlamentar që çuditërisht drejtohet nga Fatmir Xhafaj, në anë të cilët do të kontrollojnë të gjithë institucionet e tjera dhe i hoqën të drejtën SPAK-ut, drejtuesit të SPAK-ut, që të dalë në seancë plenare dhe të flasë sa është fini i kriminalitetit të korrupsionit qeveritar apo krimit organizuar në sytë e publikut. Se ky është detyrimi, kjo është e drejta, kjo është mundësia që të jep raportimin në parlament. Ne, publiku, të shofi
se deri në çmas është ky fenomen, sa është luftuar nga SPAK dhe cila është sjellja në fakt e atyre aktorëve, janë deputetët e njëri dhe tjetrit që në fakt janë edhe të akuzuarit politikisht. E kjo ishte një nga ngjarjet e mëdha, besoj ju e keni vënë do 2-3 vitet e fundit, ka qenë një nga ngjarjet më të mëdha politike të vendit, raportimi i drejtuesit të SPAK-ut. E azgjësuan e hoqën me idenë që ta mjegullojnë mbështetjen publike ndaj SPAK-ut, dhe nga ana tjetër ti vendosin shkopinën rrota. Edi Rama ka depozituar një iniciativë ligjore në parlament, është edhe ende gjallë sot për t'i hequr të drejtën për të marrë masën e sigurimit të pezullimit nga detyra në rastin e zonjës Balluku. Apo akti tjetër edhe më i rënd, akti i mosheqjes së imunitetit të zonjës Balluku. Është luftë frontale e pashme jo vetëm me Ramës, është e Ramës dhe Berishës. Tjetër. Në fakt edhe kryeministri ka argumentuar dhe ka shprehur shpesh publikisht që nëse ne duam votat e Berishës i kemi gati kundër SPAK-ut. Janë deklarata të cilat janë bërë më shumë se sa një herë dhe në fakt rastet e fundit fatkeqësisht duket sikur po i japin një lloj të drejtë. Në fakt një lloj konfirmimi asaj që ai kishte thënë më herët. Po kjo është dukshme, s'ka nevojë ta thotë Rama, e ka thënë Seri Berisha i para lidhur me rapin që ka me drejtsinë dhe me SPAK-un. Thash, nëse do e tha para zgjedhjeve, gjasme në projektin e vet politik, që nëse do të perde mbështetje, apo që do të shfuqizonte SPAK-un. Para e qartë. Po, e qartë. Tani, në fakt doja që të ndalesha pak edhe tek pjesa e raportit i barë, që në fakt duket se edhe kësaj ere Bashkimi Evropian u tregua zemërgjerë me Shqipërinë dhe na kaloi në një fazë tjetër. Ju si e shikoni këtë, përse e mbylli sërish Bashkimi Evropian një sy për Shqipërinë, duke qenë që vetëm ditë më parë, para kalimit, Shqipëria ngeli në klasë për faktin e ndërhyrjes të politikës në punët e drejtësisë. Çfarë ndryshoi vetëm disa ditë më vonë që Shqipëria kaloi në fazën tjetër? Po, edhe unë si ju mendoja që raporti marrëdhënia midis Bashkimit Evropian, Brukselit dhe Tiranës kishte probleme për ecurinë e integrimit evropian të krijuara nga qeveria e Edi Ramës. E mendoja këtë për faktin se një përfaqësues i lartë në Bashkimin Evropian, David McAllister, në mes Tiranës, në sytë e publikut, e tha mosheqja e imunitetit të zonjës Balluku është një test kritik politik për qeverinë. Dhe sigurisht një test vendoset me idenë që nëse ti nuk e vendon testin, do të kesh një sankcion, do të kesh një penalitet. Dhe nëse kalon, pastaj merr lëvdatat e tu. Nëse duket, kjo faza e parë e kalimit i barit, që është një grup teknik, pra është një raport i sajuar, i krijuar për të luar në një grup teknik, me sa duket nuk e ka marrë përsipër ta konsideroj që kjo sjellje e qeverisë, pra pengesa që i bëhet drejtësisë, të mos bëhet shkak për një procesit. Do të themi edhe diçka në fakt, për të qenë korrekt, ky proces nuk duar. Ju e dini besoj që ky raport teknik kalon për të diskutuar në komitetin e përfaqësuesve, që është komiteti i ambasadorëve, dhe së fundi edhe në kundër qeveritare. Ku ka një vlerësim edhe më politik. Veç kësaj, do të dimë diçka tjetër. Mund të kaloj kjo shkallë, kjo fazë, por ka ende kohë derisa të vlerësohet përfundimisht dhe të mbyllet kapitulli që ka lidhje me drejtsinë. Është i fundit kapitull që mbyllet. Mund të bie dakord me ju në faktin që ndoshta në këtë moment Bashkimi Evropian edhe mund ta ketë shkelur një sy pra për të na
kaluar në këtë fazë, pra për të mos e marrë parasysh atë se çfarë ndodhi në raportin midis qeverisë dhe drejtësisë, Edi Ramës dhe SPAK-ut, Edi Ramës Ballukut dhe SPAK-ut. Po është për ta kaluar për ta parë në momentin e dytë, nuk di ta them, kjo është. Por të pranojmë në faktin tjetër, duhet të jemi sinqertë me veten tek e fundit, pas e lloj emocioni. Më mirë se sa ne që jemi banor të këtij vendi, qytetar të këtij vendi, askush tjetër nuk e di se sa të aftë, sa të gatshëm në aspektin ligjor, institucional, publik, po të doni ju, për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Publiku shqiptar është më europian se shumë vende të tjera, por institucionet shqiptare janë shumë më keq se sa i fundit vend i Bashkimit Evropian. Dhe duhet të pranojmë që ky rrugtim yni i Shqipërisë, kjo ecje përpara, vjen më shumë për shkak të arsye gjeopolitike, të raporteve konfliktuale të luftës të krijuar midis Rusisë dhe Ukrainës, apo dhe situatave tjera gjeopolitike në pjesë të Ballkanit Perëndimor. Megjithatë, e fundit, unë jam nga ata që pranoj që edhe ashtu çal me një sy mbyllur, me një vesh të mbyllur, pa i thënë gjërat ashtu, ky vend dhe ky publik do të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian për një arsye fare të thjeshtë. Sepse besoj që qenit pjesë e Bashkimit Evropian do të arrisë kontrollin dhe monitorimin ndaj institucioneve dhe qeverisë së shqiptarëve. Dhe kjo është një e mirë për shqiptarët. E qartë. Në fakt, me që jemi dhe tek situata gjeopolitike, tani dua të dal pak tek vizita e ministrit grek të mbrojtjes në vendin tonë ditën e sotme, ku pritet që në fokus jetë çështja e detit. Një çështje në fakt që ka prej kohësh duket sikur ka ngecur, duke qenë që Zoti Begaj prej 3 vitesh nuk po miraton në fakt as grupin negociator nuk po i jep autorizimin dhe më pas sot në fakt po përflitet që Tirana dhe Athina zyrtare të shfrytëzojnë këta moment të mirë pas krizës që patën për zotin Beleri për të rënë dakord për atë që si do të veprojnë kur të shkojnë në Hag pranë arbitrazh. Si mendoni se do të shkojë sot e gjitha dhe çfarë pritet të vendoset? S'vajë nuk di ta them, kjo është shumë parë. Do të dëgjojmë atë se çfarë publikisht do thonë. Po them nga eksperienca juaj e bisedimeve të mëparshme, sepse është çështje e vjetër, e nisur që që në qeverinë e zotit Berisha, po themi, dhe tani vijon ende është një çështje e mbartur. Dhe të saktësojmë diçka. Baz vendimit të gjykatës kushtetuese këtu e 15 vitën parë, që është fuqizoi unanimisht, po. Në aspektin juridik, për këtë aspektin juridik pra sa që më kuptoj dhe më kuptoj pak në këtë çështje, rruga e vetme për ta zgjidhur, për ta përcaktuar se ku do të jetë kufiri detar, ta themi në fjalë të varë, pra, është vetëm në një gjykat tjetër ndërkombëtare. Sepse po të lexohet vendimi i gjykatës kushtetuese në atë kohë, ai e sugjeron në një farë mënyrë që rruga e vetme është kjo. Sepse rrugët diplomatike u zgjidhen, u eksploruan, nuk funksionuan. Ka dhënë edhe disa instruksione se si mund dhe duhet të eksplorohet një çështje e tillë, po me sa duket rruga e vetme është ajo gjyqësore, e cila mund të ishte eksploruar shumë kohë më parë. Edi Rama në fakt e përdori për arsye politike, duke treguar palën tjetër që je tradhtari, ke shitur Shqipërinë, ke shitur vetin në marrëveshje me armikun e me radhë. Mbani mend që premtoi që do të bënte një marrëveshje tjetër
me shtetin grek që do të fitonte sa më shumë hapësira dikur të shitura sipas tij. Kanë kaluar 15 vite, asgjë të tillë nuk e ka bërë. Pra ka treguar mungesë serioziteti. Dhe se nuk ka asnjë lloj ndjesie të brendshme për të ruajtur sovranitetin, territorin, kufirin, thjesht vetëm e përdor si momentit politik të radhës. Që nga 2020 ai këtë nuk ka ngjarje të tilla lidhur me këtë çështje. Mund të diskutohet sot, nuk di të them nëse siç juve thatë është bërë presidenti Begaj për mos lëshimin e plot fuqishmërisë nga grupit negociator, nuk di ta them. Di të them gjë tjetër. Jo, thjesht këtë rast për krahasim me zotin Meta, i cili në vitin 2018 e lëshoi këtë autorizim. Ndërkohë që zoti Begaj nuk po e bën të njëjtën gjë, vetëm në këtë aspekt e thash, duke qenë që është një çështje ku ngec, po themi, se ka disa pika, por po thosha që presidenti i Republikës ka edhe me zotin Meta me të drejtën, nuk ka kushtësi asnjë lloj ngjashmërie për sa përket identitetit institucional. Meta apo edhe të tjerë që kanë qenë para tij ishin në një lloj raporti konfliktual, megjithëse edhe pse ishin në raport konfliktual, e pas ka bërë një akt të tillë në 2018. Zoti Begaj sigurisht s'ka asnjë identiteti të tillë për t'ju kundërvënë qeverisë apo parlamentit të kushtetutës. Nuk e ka treguar këtë në aktin e mëparshme. Zgjedhja e tij, në fakt, produkti i mënyrës se si u zgjodh, kështu që nuk e shoh problemin tek zoti Begaj. Pavarësisht kësaj, të rikthehemi tek diskutimi i çështjes. Kurioza për të parë se çfarë do diskutojë dhe çfarë do të thonë, të paktën publikisht, sepse të kulisave askush nuk i bën publike. Veç një gjë e kam nuk has diçka, domethënë që ky takim sot tani para se Shqipëria të kalojë këto testet e rëndësishme që diskutuam pak më parë lidhur me integrimin evropian, më bën pak paragjykues. Pra, ky vend, Shqipëria ka nevojë edhe për votën, vullnetin e të gjithë vendeve anëtare të Bashkian, që është vullnet politik. Dhe pa e marrë të vullnet politik në unanimitet, ne nuk bëhemi anëtar të Bashkimit Evropian. Ndërkohë, nuk do më duke e habit që karshi këtij interesi që ka vendi ynë, disa vende, një prej cilëve mund të jetë edhe Greqia, të mund ta shndrojnë në një lloj negociate ka vullnetin votën pro integrimit, por me jep mundësi, hapësirë, këtë lehtësi, këtë cedim për çështje që ka interes. Besoj jam i qartë apo jo? Po. Nuk di të them, nuk dua ta paragjykoj, sepse nëse është çështja thjesht dhe vetëm për ta çuar në gjykatë, s'ka ndonjë vështirësi, parët vjen dakord, do të ishin dakord, parë kam përshtypjen që ndoshta mund të jetë një lloj iniciate që nuk e di se çfarë do të kërkohet prej shtetit grek, me thënë prej qeverisë të drejtën, dhe këtu duhet të jem edhe skeptik për gjithë historikun e raporteve të dy shteteve tanë. Kohë ka ndryshuar, vëdi, jam i qartë, jam përshjent. Nuk kam me ato raportet e 10, 15, 20, 30 parë, sigurisht jo. Por ama, të qeni të kujdesshëm, i vëmendshëm, vigilent, nuk është asnjëherë e tepërt. Ne të shohim, nuk di se çfarë do diskutohet, çfarë do bëhet publike. Në fakt, Greqia ndër vite e ka përdorur këtë kërcënimin që ne ju bllokojmë në Bashkimin Evropian. Dhe në fakt bëhet mirë që e prekët këtë çështje sepse ka qenë çështje ndër vite që për incidentin më të vogël, po themi diplomatik që mund të ndodhte, gjithmonë përdorej pjesa e integrimit. Ndërkohë që
në fakt juve tha që korat kanë ndryshuar, por aktorët në negociatat për çështjen e detit, jo dhe aq, duke qenë që kemi zotin Ferit Hoxha, i cili dikur ka qenë pjesë e grupit negociator në qeverin Berisha dhe sot është ministri ynë i jashtëm. Mendoni që i njëjti person në dy kohë të ndryshme do të vepronte ndryshe? Normalisht jo. Por duhet të jemi dhe cinik, por të kuptojmë në atë kohë, zoti Hoxha ishte një antar i grupit punës. Në fundit një njeri administratës. Po marrëveshje të natyrës politike mbi gjitha, vullneti politik. Administrata pastaj thjesht vetëm ekzekuton. Edhe sot zoti Hoxha mos mendoni që është personazh politik, është thjesht një personazh administrativ që pa ditur dhe ai vetë arsye se pse Edi Rama e bëri ministri, nga që është i qafë e Lisës Piropali. E për këtë arsye nuk do më duke çudi fakti që Ferit Hoxha i sotëm nuk shtoi Ferit Hoxhën e ndjeshëm. Në fakt siç është edhe në mënyrën e sjelljes të qeverisë dhe partisë së Edi Ramës, me thënë drejtën, apo politikës përgjithësi, politikës vjetër, me thënë drejtën. Nuk e shoh këtu, por nuk di të them, kurioz jam, për te gjetjes së defekteve të personazhet apo të aktorët, jam interesuar për të kuptuar çfarë raporti krijon qeveria, shteti shqiptar, jo qeveria, shteti shqiptar. Është raporti i një vendi pasal, i një vendi i cili është në kushte barazie dhe reciprociteti, dhe do mball në një kërcënimi e votës, me thënë drejtën. Këto janë më të rëndësishme, pra si pozicionohet Shqipëria me vendet e rajonit që për fat keq nuk e kemi pasur raporte të mira, me thënë drejtën, si në jug, as edhe në veri. Në raportet me Serbinë është bërë fare e qartë që Edi Rama ka marrë gjithmonë rolin e vasalit, rolin e njeriut që i nënshtrohet planit të atij vendi. Të shohim tani raportin me Greqinë. A do të jetë i tillë apo do të ruaj interesin e Shqipërisë dhe të shqiptarëve? Jo është e rëndësishme. Ta shohim. Nuk duhet dhe nuk mund të flas para kohë. E qartë. Po duke u ndalur sërish tek zoti Ferit Hoxha, i cili përpaksa nuk shkaktoi një incident diplomatik, po themi, me mesazhet që rodhen nga grupi i WhatsApp-it, i cili me sa duket ka sakrifikuar edhe ambasadorin ton në Republikën e Maqedonisë së Veriut, sepse përflitet që u shkarkua, por ende me gjithë insistimin e mediave nuk ka ende një konfirmim që u shkarkua, apo jo, ka vetëm është një çështje e cila është lënë evazive me nënkuptime nga reagimi i ministrisë së jashtme. Ju si e shikoni këtë incident ku deputetët e Maqedonisë së Veriut, po themi edhe krerët e partive atje, u quajtën idiot? Në një shoqëri pak emancipuar, mesazhi tjetër i radhës i ministrit nga telefoni i tij do të ishte një ndjesë të tërhequr. Kur u pyet gjatë një konference, zoti Hoxha tha që nga ajo dita dhe tani kemi evoluar. Ishte një përgjigje që në fakt nuk ishte shumë përgjigje. Nuk është problemi se çfarë thotë shqiptar Ferit Hoxha, rastësisht ministri i jashtëm. Unë besoj që problemi është se si reagon politika shqiptare, për çfarë morali ka politika shqiptare. Nëse nuk jep të dorëheqjen, duhet ishte shkarkuar nga kryeministri. Por në këtë vend, në këtë qeveri,
kohësh, moraliteti nuk njihet më si lënd, si brumi politikës. Nuk ka ndodhur akte shumë të rënda, shumë më cënuese të dinjitetit, të nderit të individëve, të publikut shqiptar, dhe asgjë nuk ka ndodhur, përkundër, Edi Rama i ka mbrojtur. Në këtë pikë, thjesht shqiptarëve publik ngelet mendje për të kuptuar se për çfarë lloji stofi janë të përbërë antarët e kabinetit, ata që na qeverisin, apo dhe vetë kryeministri. Dhe për të nxjerrë konkluzionet. Konkluzionet nxjerrin gjithmonë në proceset zgjedhore, me thënë të drejtën. Ky është testi tani që i ka lënë publikut shqiptar. Sepse ka parë ministra të papërgjeshëm, ka parë ministra të cilët bëjnë gafa, po ka parë dhe ministra që bëjnë krime, të dyshuar për krime, ka parë dhe kryeministra që bëjnë gjithçka për të mbrojtur qoftë gafat, qoftë edhe krimet. Dhe mënyra e vetme, njëra nga mënyrat, ndjesë nuk është e vetmja, po njëra nga mënyrat më funksionale është që shqiptarët, publiku, që qeverisemi prej këtyre, fatet tona që prej këtyre njerëzve, do duhet të reagojë kur vinë proceset zgjedhore, kështu funksionon. Dhe me që kaluam edhe pak tek procesi zgjedhor, tashmë prej disa muajsh ka diskutime për kodin zgjedhor dhe gjithashtu për reformën administrative. Ju si forcë politike do të merrni pjesë në zgjedhjet lokale fillimisht, duke qenë që janë ato të vitit 2027 përpara, dhe më pas nuk e di cili është shëndrimi juaj si forcë politike për sa i përket pragut elektoral, si parti e vogël që jeni. Dhe nëse futeni në zgjedhje, do të futeni vetëm, apo mund të ketë një shans për një koalicion, po themi, me Partinë Demokratike? Nëse, duke qenë që jeni parti e djathtë dhe gjithmonë mendoj që koalicionet janë gjithmonë midis partive që janë të njëjtit bosht, po themi. Megjithëse ka ndodhur edhe raste midis LSI-s dhe Partisë Demokratike që nuk ishin të njëjtit bosht, por ishin në koalicion. E kuptova. Analiza dhe komendet dhe konkluzionet është mirë që të mos dalin nga se çfarë tip përfaqëson. Parti e vogël, parti e re, grupim, apo thjesht një individ. Është e mirë që analizat në këtë rast të bëhen se sa i shërben interesit publik ajo se çfarë politika është duke gatuar. Në sytë e mi, me prova madje, ajo se çfarë po gatuan Rama dhe Berisha është një sistem elektoral gjithmonë më tepër qëndruar në duart e tyre, pengues dhe asgjësues ndaj çdo lëvizje subjekti të ri, aktual, apo dhe që s'ka lindur ende. Ta ullur shnurin e deputet Rama, me të cilën është dakord dhe Berisha. E të vendosësh një prag elektoral prej 4%, si që thot Berisha. Rama ende s'ka folur, në shumë gjasa i mund të rrisë edhe më shumë. Paralelisht të mjatosh një reform territoriale administrative, që me sa duket, tendenca është që të zvogëlohet përsëri numri i bashkimeve, nga 61 të mund të çojë diku 6 deri në 40. Të gjitha këto konfirmojnë faktin Rama po bashkë me të edhe Berisha, nëse duket të dashnin votat, do bëjë gjithçka që të jetë mundur që partitë e reja, listat e reja, çfarë lloj oponence në tjetër, mos e shoh dritën e parlamentit. E në këtë pikë, nëse që është e qartë tashmë për të do, se çfarë jam duke gatuar. Ju thash, kjo ka lidhje me diskutimin që bëm në fillim, për ruajtjen e polit të vjetër. Përkohë, lëvizjet e reja
një për cilë është edhe lëvizja ku më bëj pjesë, e para së pari do duhet të kuptojnë dhe duhet të ndajnë qartë pozicionin, identitetin e tyre. Sot, nëse ka një konflikt të madh social, është konflikti midis publikut të madh masiv shqiptar dhe atyre që kanë kapur politikën shqiptare, që janë Rama dhe Berisha. Publiku shqiptar nuk është i përfaqësuar, publiku shqiptar është gjithmonë edhe në përkëmbër, publiku shqiptar është gjithmonë më tepër i pamundur që zëri i tij të dëgjohet dhe të përcillet, dhe e vjetra Rama Berisha i gëzohen faktit që mbi ta nuk ka kontroll, nuk bëj procese zgjedhore, nuk ka barazi në sistemet zgjedhore, kohën televizive ndajnë bashkë, parat ligjimcimin e partive me që nga kujtova i kanë dakord, përsëri marrin ata vetëm. Interesat ekonomiko-financiare oligarkike i kanë bashkë, e ndajnë dhe pushtetin bashkë, pra janë dy realitete në konflikt të heshtur me njëri tjetrin. E në këtë pikë, çdo subjekt i ri, çdo lëvizje e re, e cila do të pozicionohet kundër së vjetrës, absolutisht unë e kam thënë dhe kam qenë nga të parët që kur një vit e sa më parë, kur kemi bërë thirrje këtyre partive të reja, të vogla, që u shfaqen në atë kohë që ishin kundra sistemit të vjetër që mund të bëheshin bashkë. Nuk e dolëm, nuk e dëgjuam fjalën tonë, e sa duket tashmë është rikrijohet edhe krijohet edhe një herë jo mundësi, ky potencial për të ridëgjuar dhe për të ribashkuar, absolutisht jemi bashkë, por ndërkohë jemi bashkë, jemi me idenë që të jemi bashkë, por ama do duhet të themi diçka tjetër, që do duhet të shohim se çfarë lloj sistemi elektoral dhe çfarë sistemi të pushtetit e ndërtuar bëhet, pasandaj për të përcaktuar edhe modalitetet e bashkimit, ose cili e kanë në dorë. Pra po lini mundësi të hapura për bashkëpunim me zotin Qori, me zotin Lapaj, edhe me zotin Sheaj. Pra thatë gjithçka kundër së vjetrës. Dhe këta ishin emrat që më erdhën në mend me kronikave të para zgjedhjeve të 2025-s. Unë, zbashku me kolegët e mi, edhe zoti Sheaj, ne ishim në koalicion bashkë, i bërë thirrje të hapur publike, jo vetëm këtyre që ju e përmendët, por edhe subjekteve të reja. Kemi qenë të vetmi, madje që kemi çuar dhe në formë të shkruar një kërkesë për bashkim. Pra kemi qenë atëherë, sigurisht që jemi edhe tani, jo vetëm për këta, po dhe për çdo subjekt tjetër të ri që mund të krijohet, mos jeni sigur, mund të ketë. Sot u shoh që ka potencial për të krijuar edhe lëvizje të tjera dhe subjekte të reja politike. Edhe për ato, për do, është nevojë uluritse e demokracisë që të sfidohet e vjetra me këto lëvizje të reja, ndërkohë që masa e madhe e shqiptarëve që nuk duan asnjë gjë të jetë në gjithmonë, ata duan të një përfaqësim. Kur thoni potencial për një kuti voti për këtë votën e tyre kundër të vjetrës. E qartë. Kur thoni potencial për lëvizje të reja, i referoni zotit Saliani, sepse tani po themi i vetmi që ka dalë kundër hapur, edhe që duket sikur do të shkëputet nga xhiri i Partisë Demokratike është zoti Saliani. Jo, nuk më rezulton që do të shkëputet nga xhiri demokratike, me thënë të drejtën, nuk ju referova atij, jo, do të jem korrekt, ai e ka bërë që betutën e vetë do bëj brenda Partisë Demokratike, thënë janë demokratë rri brenda Partisë. Nuk i referova atij. Të tjerë s'kam bërë më. Unë bëj analizën. Dhe analizën më çon këtu që po besoj do të ketë edhe të tjera
subjekte që do dalin, natyrshëm. E qartë. Unë zoti Aliber, ju falenderoj shumë për kohën tuaj edhe dëgjojmë në intervistat të tjera. Faleminderit.